Mirë mbrëma të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë tashmë analizën rreth çiftit Selimbo, Gimbo dhe Selin. Ashtu si që unë në fakt kam besuar që marrëdhënia e tyre është jashtëzakonisht dhe harmonikisht shumë e lumtur, kam treguar çdo ditë që pa marrë parasysh që Gimbo jeton në Prishtinë e Selin në Tiranë, nuk e ndan dot gjë këtë dashurinë. Ai ka qëndruar gjatë kohë në Tiranë sepse ditët ishin të tilla, do me thënë menjëherë pas prajmit regjistruan emisione dhe normalisht që kanë ndarë kohë së bashku, kanë qëndruar bashk. Selina ishte shumë e lumtur në përzgjedhjen që kishte bërë, do me thënë një dashuri që unë e kam besuar, sepse gjithmonë e kam thënë që Selina dhe Gimbo tregojnë energji të njëjtë, do me thënë kanë kimi të njëjtë, janë shumë baby style të dy, do me thënë kanë një botë që realisht ne kërkojmë në përditshmërinë tonë ta shohim në për këto dashurit, por fatkeqësisht nuk është. Selina foli me shumë pasion për marrëdhënien e saj me Gimbon, gjë në fakt që kishte ruajtur të gjitha ato letra që Gimbo kishte lënë çdo mëngjes tek koka e Selin. E pyetur nga moderatorët në qoftë se ka takuar familjarët e Gimbos, Selina nuk dëshironte që të tregohet tradicionale, por dëshironte që gjërat i bën siç është ajo në karakter, në kuptimin që të merr makinën dhe tikën drejt Prishtinës, të takon vjerën e saj, por edhe gjithë ato kunatat që e kanë mbështetur, i kanë dhuruar dashuri dhe e kanë duar trokitur. Për thashë themin që jemi duke folur ne gazetarët lart e poshtë për një bashkëpunim të mundshëm mes DJ Ono dhe DJ Gimbo, Selina e la të hapur, do me thënë informacione që i kemi, janë informacione të sakta, janë informacione me bazë të cilat na tregojnë që DJ Gimbo do të na surprizoj së bashku me DJ Onon. Çfarë pash unë në këtë intervistën? Unë në këtë intervistën e pash një gjë, do me thënë, në fakt Selina e bëri që kjo fjala ta merr kuptimin. Në momentin kur njeriu dashurohet, në momentin kur njeriu e jeton dashurinë e saj, në momentin kur njeriu e gëzon dashurinë e saj, ajo është e plotësuar dhe unë në fakt e pash Selinën shumë të plotësuar. E pash Selinën të plotësuar tashmë në aspektin financiar, gjë që në fakt Selina për moshën që e ka është super, sepse flasim për një vajzë 23 vjeçare, e pash të plotësuar shpirtërisht si në aspektin e dashurisë me Gimbon, por edhe në aspektin familjar, do me thënë e gjithë familja Selinën e kishte pritur jashtëzakonisht mirë, e kishte duar trokitur, e kishte mbështetur dhe i kishin dhënë atë, do me thënë atë meritën që Selina meriton. Nuk foli për një dasëm, por vetë ka qenë Selina e cila në partin e organizuar nga televizioni Top Channel e ka premtuar dasmën dhe jam i bindur që do t'jetë një dasëm shumë e bukur, sepse në këtë rast duke e ditur që nëna e Gimbos pas gjithë atyre gocave ka një djalë të vetëm, imagjinoni se çfarë dasme mund t'i bëhet Gimbos në Kosovë. Do me thënë, do t'jetë një diçka glamur, por si që duket, çifti këtë verë, njëherë këto 3 muajt e verës, do t'i shijojnë të dy së bashku, do t'u thtojnë në përpushime që i kanë marrë nga lojrat dhe sfidat që kanë fituar në Big Brother, do të ndajnë kohën për njëri tjetrin, për t'u argëtuar me njëri tjetrin, dhe më pas për të bërë planet për të ardhmen. Do me thënë marrëdhënia e tyre ishte jashtëzakonisht e bukur, vazhdonte shumë e lumtur, Selina kënaqej gjatë kohës kur fliste për Gimbon, sepse unë mendoj që syt tregojnë gjithçka. Syt tregojnë atë që ne duam të dimë dhe syt e Selinës kur e përmendte Gimbon, kur e përmendte dashurinë, kur e përmendte emocionin, ato shkëlqenin. Do të thënë jepnin një pamje krejtësisht ndryshe Selinës. Tani po të bëjmë krahasimin Selina kur hyri dhe Selina që doli, unë mendoj që Selina kur hyri nuk ishte kaq e përmbushur, nuk e kishte këtë qëndrimin, këtë karakterin, do me thënë është rritur jashtëzakonisht, edhe mendërisht, edhe shpirtërisht, edhe psikologjikisht, do me thënë është krejtësisht një Selin tjetër, jo ajo Selina që ne jemi mësuar ta shikojmë, do me thënë, shumë të
të hapur, shumë të chiltërt, por një Selin tipik qëndrim artistik, do me thënë vajza e cila nga Big Brotheri mori shumë të mira. Dua pak të ndaloj dhe tek qëndrimi për mirin që Selina në fakt përmendi brenda në shtëpinë e Big Brother, në falni në intervistën që u fol, për mirin më pëlqeu qasja që kishte Selina, do me thënë këtu tregon që është shumë e zgjuar, ajo nuk e ofendoi mirin, po nuk ja përmendi dhe emrin dhe në fund të ditës nuk ka pse t'ja përmend emrin kur i ka parë të gjitha ngjarjet që ndodhen jashtë, sepse normalisht nuk është e lehtë, u etiketua si gjarpër nga e shoqja e mirit, por edhe veprimi apo qëndrimi i Rabes kuptohet në qëndrimet që ishin jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Selina foli shumë bukur, Selina siç duket e kishte mbyllur atë rrugtimin me luftën e madhe që u hap me mirin. Ajo tha që miri duhet ta kupton që është jashtë shtëpisë, më tani nuk është në Big Brother dhe nuk ka më pse merret me atë histori dhe me ato fjalë që flet edhe për babain e saj. Do të thënë sot u dëshmua qartazi që babai i Selinës nuk ndodhet në burg dhe të gjitha ato thashe themet dhe të gjitha ato gënjeshtrat në fakt që kanë qarkulluar lart edhe poshtë e bën që babai i Selinës ta dëshmoj me fotografi. Ai kishte bërë një fotografi nga një pastiçeri siç duket në Afrikë me një afrikane drejtuar me simbolin që Selina e bënte brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Do me thënë e pash që Selina i kishte harmonizuar më gjërat e veta. Do me thënë kishte gjetur qetësinë në aspektin e dashurisë me Gimbon, ishte shumë e lumtur dhe tepër e përmbushur dhe shumë e kënaqur. Në aspektin familjar kishte marrë atë meritën që kishte dashur gjithmonë, edhe pse ne kemi arritur ta kuptojmë që do me thënë Selina historikisht ka qenë e përkëdhelura e familjes, historikisht ka qenë e dashura e familjes, do me thënë familja e ka patur në shenjë sepse ka qenë fëmia më i madh në familje dhe së dyti më pëlqeu qëndrime që kishte si për mirin, si për Rogertin, që pa marrë parasysh duhet të respektojnë fenomenin e femrës dhe jo akoma do me thënë të vazhdojnë duke etiketuar Selinën në qëndrime të ndryshme siç ato në fakt i kanë kundër drejt Selinës. E pash një Selin krejt ndryshe, e pash një Selin tashmë në pozicionin e një artistes, do me thënë atë Selinën e dashur, atë Selinën e vërtet, që ndoshta brenda në shtëpinë e Big Brotherit edhe nuk ka patur mundësi në atë trysni aq të madhe t'i tregoj vlerat e saj. Ajo që e karakterizon Selinën edhe Gimbon pse janë çift kaq i dashur dhe shumë i afërt është fakti sepse dhe Gimbo është njëri paqësor, është i butë, është i mirë, është njëri shumë i këndshëm, por njëkohësisht edhe Selin është po e njëjta, dhe do të thënë përputhja që kanë në karaktere si kur të ishin binjak, i bën ato që të jenë edhe më të bekuar në marrëdhënien që kanë zgjedhur.